Himni kombëtar. Njëjtë, si gjithë. Do vazhdoj për jetë e mot, gjenerat pas gjenerate në çdo cep të tokave tona stërgjishore, pase edhe malet, lisat e pushat e Gjinanit janë të njëjtë si lisat e maleve e Kallint, e arave të Strugës, Kërçovës, Gostivarit dhe gjithë anës tjetër, Karadak, Sharr e Korat, që dëshmon se ne jemi një kombë, një flamë. Andaj, në nder dhe për lavdin e luftëtarit Sevdail Idrizi, unë ftoj ju për 1 minutë heshtje. Të nderuar pjesëmarrës, familjar të dëshmorëve, të plagosur të lirisë, veprimtar, ish të burgosur politik, luftëtar të 3 luftrave të rinj e të reja, e nderuar dhe shumë e respektuar familje e luftëtarit të 3 luftrave çlirimtare Sevdail Idrizi. Të nderuar familjar të bijve dhe bijave që ranë në kohra dhe periuda të ndryshme historike e që ishin kazma e shkatrimit të Jugosllavisë titiste e Miloševićiane. Jemi mbledhur sot këtu me ftesë të Këshillit Organizativ që dhanë kontributin e tyre të çmuar për të jetësuar veprën e bashkëluftëtarit Sevdail Idrizit në buste përmendore për të ngelur i pavdekshëm. Në emrin tuaj, unë kam nderin të ftoj Zotri Mustaf Shaqiri, Zotri Fatmir Limani, Zotri Ahmet Isufi, bijen e Sevdailit Xhevrije Idrizi, Fatmir Arifi, Zoti Xhevdet Qiriqin, Zoti Sami Saliun, Zoti Avni Deharin, Zoti Emrush Gjemailin, Zoti Shefket Musliun, që në emrin ton, në përcjelljen ton, të bëjnë ceremonin e zbulimit të bustit të luftëtarit të lirisë Sevdail Idrizi. Parakesim dhe dëshmojmë sakrificën e rrugëtimit të gjatë të bijve të veprimit të madh. Në një anën tjetër, rrisin çmimin dhe vlerat e lirisë, të kohra të rrisë të ndryshme. Andaj, duke përcjellur në vëmendje dhe këtu,
Kërkoj për shpëlimin Menezi, duke i shtit Zeka, duke i Recep Kadriu. Parti për jetë e motë. Të nderuar të pranishëm. Pranvera është e ringjallës së natyrës, për ne shqiptarët gjithherë ka simbolizuar stinën e lulkuqeve, stinën e protestës dhe të demonstratave. Stina e pranverës gjatë historisë sonë simbolizon stinën e lindjes së heronjve më të mëdhenj kombit si dhe ngjarjet e betejave të mëdha. Heroi kombëtar Gjergj Kastrioti, Skënderbeu, u lind më 6 maj 1405 në Dibër, kurse me 13 maj 1981 Heronj Tahir dhe Nebi Meha luftuan trimërisht kundër njësive speciale jugoslave. E në këtë kohë në skenë doli familja Jashari, mësuesi i kombit Shaban Jashari me të bijt Hamzën dhe Ademin. Mbi varret e heronjve të Tahirin e Nebi Mehen betonë se do të vazhdojnë luftën për çlimin e bashkimin e kombit. Sot, e 107 vite më herët, në shkrepat e këtyre maleve përballë nesh, stërgjyshi i Sevdailit Gjelguri, bashkëluftëtari i afërt Idris Seferit, ishte në përballje fyt e fyt me forcat osmane në betejat e njohura në historisë e beteja e Kaçanikut, që u nis në Kaçanik, por vazhdojnë mbi kreshtat e gjithë brezit të maleve të Karadakut. Ishte kjo një betejë më e madhja pas betejave të Skënderbeut në mes të kryeministëve shqiptar të udhëhequr nga Idris Seferi dhe forcave të Turqisë Osmane që u zhvillua prej 24 prill deri me 2 maj 1910. Pranvera e përgjithshme ishin edhe ato gjatë tërë luftës shqiptare të periudhës së pushtimit gjakatar serb e bullgar. Pranvera të përgjithshme do të jenë edhe ato të vitit 1981 e 1989, kur veprimtarinë kombëtare zhvilloi vllau i Sevdailit, Idrizi, i cili edhe dënohet me vuan burgimin në kazamatet serbe për veprimtarinë kombëtare me 3 vjet burgim. Agu i pranverës vitit 1998 do të shënoj kthesën e madhe. Adem Jashari me Jashara i legjendar do të këputet për të qelur me mira lulkuqe që do të jenë përmbushja e vërshlimeve së mbetur për gjysmë të shpatës së lirisë së Skënderbeut, do të jenë flake pashuare pushkëve të Sulejman Vokshit, Idris Seferit, Gjelgurit, Isa Boletinit, të Mulla Idris Gjilanit, Shaban Polluzhës, do të jenë kushtrimi mbetur në gjysmë e penda me ngjyrë zbehur e Kadri Zekës e Jusuf Gërvallës, revolja pa plumba të mjaftueshëm e Recep Malës, Nuhi Berishës e Arif Seferit. Ndërto mira lulkuqe bashkë me Abdullah Tahirin e Agim Ramadanin, derisa ora e lirisë bie karavanit të luftarëve të lirisë, ndër të parët të kësaj gryke për të marrë hakun e mira pasardhësve tanë, i bashkohet fazi tim si shqiponja e maleve Sevdaili me gjithë familjen e tij. Sevdail Shefki Idrizi u lind më 1 maj të vitit 1973 në fshatin Shurdan. Shkollën fillore e kreu në fshatin e tij në shkollën Bayram Curi, kurse shkollën e mesme e ndoshin në gjimnazin Zenel Ajdini, drejtimi shoqëror gjusor, paralelja e ndarë në Zhegër. Në vitin e 3 të saj u detyruar të ndërprej dhe të hyjë në ilegalitet për të shpëtuar shërbimit të dhunshëm ushtarak serb pikërisht në kohën e fillimit të luftrave në Ish Jugosllavi.
Në kuadër të aktiviteteve të rezistencës së atëhershme, Sevdaili ishte shumë aktiv në angazhimin dhe funksionimin e klubit futbollit Malësia e Karadakut të fshatit Shuran, që së qëllim kishte përgatitjen fizike të të rinjve për ditët që do të vinë më vonë në rezistencën e armatorsur. Sevdaili ishte i pasionuar pas natyrës së këtyre mrekullive dhe ishte i mishruar me çdo gur, shkëm, dru e burim uji. Shkallësitë e tij prej komando të lindur ishin të dalluara dhe të veçanta në përdorimin e armëve të zjarrit. Me sy pish e zemër Johani përgatitej për t'i dalë zot këtyre maleve e kësaj toke. Me fillimin e luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës kundër forcave pushtuese serbe, shtabi i përgjithshëm i ushtrisë shqiptare të Kosovës kishte autorizuar Fazli Abdullahun, veprimtarin e dalluar të çështjes kombëtare të kësaj jone, që të gjejë një bazë të sigurt dhe të besueshme si pikë qendrore grykës të strategjike të Karadakut. Fazliu, duke njohur familjen Idrizi si familje e cila në të gjitha brezat kishte dhënë kontribut të madh për çështjen kombëtare dhe si bashkëvendas i tyre vendosi kontaktin me familjen Idrizi, familje kjo e cila pa hezitim si gjithmonë vetë me gjithë anëtarët e saj dhe pronën e tyre në dispozicion të luftës shqiptare si ushtar të saj besnik të dëshmuar denjësisht. Sevdaili me familjarët tjerë përveç kësaj angazhohet tërësisht në furnizimin me armatim nga Maqedonia në Kosovë, deponimin e tyre të sigurt dhe transportimin e tyre në linjat në drejtim të zonave të luftimeve. Forcat e zbulimit dhe kundërzbulimit serb, si dhe njësitë e saj taktike e operative, ishin të angazhuar me gjithë potencialin e tyre të bllokojnë shtigjet e furnizimit dhe kapur terroristët sipas tyre, por asgjë nuk kryen të punë sepse tani kjo gryk e këto male kishin bretin e tyre Sevdaili Idrizin, komandant Kurin, i cili me bashkëpunëtarët e tij kontrollonte dhe zotronte çdo shteg nga dy anët e kufirit. Sfidë e rëndë dhe me shumë rreziqe të përgjegjësi të jashtëzakonshme për Sevdailin dhe shokët e tij ishte përcjella shoqërimi dhe mbrojtja e siguria e luftëtarëve të plagosur dhe atyre të deleguar nga nivelet e larta të ushtrisë shqiptare të Kosovës në pjesën e Maqedonisë, duke pasur parasysh se deri në çfarë shkalle forcat serbe vëzhgonin këto pjesë, sepse tani shërbimet e tyre dinin për rëndësinë e këtij brezi kujtitar për ushtrinë shqiptare të Kosovës. Përveç të dendur me forca komando dhe sisteme të avancuara përgjimi, një pjesë e madhe e këtij brezi ishte edhe e minuar. Përveç shumë grupeve e luftrave të UÇK-s, të gjitha niveleve, Sevdaili si një komando i lindër arriti të nxjerrë në pjesën e Maqedonisë të sigurt një pjesë të delegacionit të Rambojes, personalitete si Hydayet Hyssenin, Bajram Kosumin, Mehmet Hajrizin e personalitete tjera. Strukturat e ushtrisë shqiptare të Kosovës, për trekëndshin Gjilan Kumanov Preshev, për veprimin taktik dhe operativ kontrollonin dhe zhvillonin veprimet përmes Sevdailit dhe shokëve të tij nga 3 anët e kufirit. Sevdaili edhe pas shumë pak kaloi kohë me familje, duke u angazhuar intensivisht në detyrat më të vështira dhe më të rrezikshme. Guzimi i tij ishte i pashembull. Si pjesëtar i zonës së 6 të TMK-s në Gjilan, përveç detyrave të rregullta ushtarake, ai ishte i angazhuar vullnetarisht edhe në deminimin e fushave të minuara dhe eliminimin e mjeteve të pashpërthyera bashkë me luftarin e lirisë të kësaj jone dhe kolegun e TMK-s zotri Murat Dautin. Gjendja e rëndë e popullatës shqiptare në Kosovën lindore nuk e la asnjë çast të qetë. U larguan nga TMK për të vazhduar aktivitetin luftarak në ushtrinë shqiptare për Preshev, Medveç dhe Bujanovc. Strehimi, përgatitja e armatimit, e municionit, përgatitja e ushtarëve të rinj dhe transportimi i armëve për njësitë e UÇK-s e posaçërisht të brigadës 113 Ibrahim Feyzullahi ishin aktivitete të pandërprera të Sevdailit. Të gjitha këto i zhvillonte me bashkëpunim të ngushtë me trimat e kësaj ane tashmë dëshmore e kombit Shaban Ukshinin, të njohur si komandant Terri. Pas të ndryshimit të marrëveshjes së Konçulit, që mbylli luftimet mes UÇK-s dhe forcave serbe, Sevdaili edhe ashtu i angazhuar u kyç intensivisht në zhvillimet luftarake të ushtrisë shqiptare kombëtare në Ilirit.
nuk mund të paramendoj suksesi njësive të ushtrisë shqiptare kombëtare në zonën e Likovës, Kumanovës, Shkupit, Araqinës, pa komandon shqipojnë tashmë të rryer me emrin komandant Guri. Ai themeloi dhe udhëhoqi pikën strategjike 2 për logjistik, përgatitjen e vullnetarëve, divizjet e tyre dhe bartjen e të plagosurve nga ana e luftës për në Kosovë. Në këtë aktivitet të jashtëzakonshëm, ai pa ndërprerje kishte në mbështetje të gjithë anëtarët e familjes së tij. Edhe pas marrëveshjes së Ohrit, Guri nuk ishte demobilizuar. Ai mbeti besnik betimit të ushtarit të ushtrisë shqiptare të Kosovës se do të luftojë për çlimin e tokave shqiptare dhe bashkimin e tyre. Se do të jetë për herë ushtar besnik, luftar i denj i lirisë, vigjilent, guximtar dhe disiplinuar, i gatshëm në çdo kohë pa kursyer as jetën të luftoj për të mbrojtur interesat e shenjta të ardheut. Përkundër që asnjëherë nuk i u shmang rrezikut nga pritat plot mina, breshit e plumbave, predhat nga zjarri i alterik i armikut, Zoti deshi se vdalin pranë vetes nga një fatkeqësi njerëzore derisa ishte duke punuar në mal. Si njeri modest, që nuk i mori asgjë ardheut, por vetë duke i dhënë atij dhe popullit vet, shkoi ashtu pa fjalë. Ai nuk pat nevojë të flas asnjëherë, sepse nuk ishte kohë. Ai ishte gjithherë në detyrë. Ai këtë fat kishte zgjedhur me vullnet të plot e bëi luftën për lirinë e tonë të gjithë shqiptarëve. E dim se shkoi me mall duke besuar se lufta do të vazhdojë dhe garanci për këtë janë trashëgimia e tij vajzat Marigona dhe Gjevria që rriten me kujtimet për baban e tyre madhështor, i cili edhe pse jetoi pak, shijoi më së shumti lirinë sepse ai luftoi deri në fund për te, sepse ai ishte luftar i vërtetë i saj. Historia jote tani përveç në gurët e skalitur në këtë shesh përkujtimor, natyrshëm frymon dhe do të frymoj gjithmonë në çdo gur, shkëmb dhe rrënjë të dhëut të Karadakut, i Lirides, Kosovës dhe gjithë Shqipërisë. I lavdishëm ishe, je dhe do të jesh gjithmonë komandant Guri. Lavdi, lavdi, lavdi. Ju falenderoj. Faleminderit, zotri Renzi Idrizi. Hierarkia e tre ushtrive çlirimtare me seriozitetin dhe disiplinën organizative në të gjitha njësitë ushtarake ishte shembull jo vetëm për ne, por edhe për faktorin ndërkombëtar, tek të cilët gjetëm përkrahjen e parezervë. Pjesë e kësaj hierarkie ishte edhe komandanti i zonës operative të Karadakut, zoti Ahmet Isufi, të cilin lusim të evokoj kujtime për Sevdail Idrizin. E nderuara familje e Sevdail Idrizit, komandant Gurit, të nderuar bashkëpunëtor, bashkëluftar të gjitha trevave shqiptare që sot jeni prezent këtu, të cilët keni ardhur për të nderuar një figurë emblematike të ushtrisë lirimtare të Kosovës, të ushtrisë për Bujanoc, Preshev, Medveç, të ushtrisë lirimtare kombëtare. Rruga e Sevdailit nuk është e rastishme, sepse kishte paraprisit që i dhanë emër Karadakut. Barte me vete mesazhin e Idris Seferi, se Karadaku s'ka kufi. Karadaku është i pakufishëm, edhe në kuptimin e lirisë, por edhe në kuptimin e kufive administrativ që dhunshëm ju vendosën shqiptarëve. Bashkë me Muratin, Sevdaili do t'jetë i angazhuar në logjistik, duke bartur armë nga Maqedonia për Kosovë, duke përcjellur luftar, prijes dhe njerëz të vullnetit mirë të cilët donin
lirin e trojeve shqiptare. Këtu prezent shoh shumë figura, edhe më vjen keq që mos i përmend me emër se mund ta harrojnë ndonjë hyn hak, po të gjithë jeni të përshëndetur sepse ju nderoni figurën e Sevdailit dhe të gjithë luftarëve që kanë rënë këtu treva. Për Sevdailin nuk mund të flasim shumë, sepse ai nuk ka folë shumë, ai ka punu shumë, ka vepru shumë, ka luftu shumë. Për ata që jetën e tyre nuk e kanë shumë gjatë me numra, po e kanë me kuptimin e veprës së tyre, atëherë edhe një jetë jo deri në pleqëri i bën të jashtëzakonshëm në veprimtarinë e tyre, siç është rasti i Sevdailit. Çdo ditë e çdo natë në shërbim të Allahut. Pavarësisht nga kushtet, pavarësisht nga rrethanat, ai do të kaloj kufirin sa herë që kishte nevojë. Faleminderit, komandant. Mësuesi flet për nxënësin, profesori për studentin, ndërsa ushtaraku për komandantin dhe ushtarin e vetë. Në mesin tonë kemi edhe zëvendës komandantin e shtabit të përgjithshëm, njëherit edhe komandanti i zonës operative të Preshevës së ushtrisë çlirimtare për Preshev, Medvesh dhe Bujanoc, komandant Mustaf Shaqirin, të cilin lus të evokoj kujtimet e veprës së Sevdail Idrizit. Nderi është i ini ju lutem. Nderuara familje Idrizi, të nderuar të pranishëm. Sot është ditëlindja e 44 e Sevdail Idrizit, komandant Gurit, të cilën po e kujtojmë në nderim të veprës së tij të madhe, që na e la si bashkëluftëtar në rrugtim të 3 luftrave çlirimtare. Njëkohësisht, shpalosim kujtimet me të, si dhe aktivitetin e tij si njëri ndër themeluesit e shumë vendimeve të rëndësishme në luftën tonë çlirimtare. Me të fat të njihem para 20 viteve. Atëherë, kur e gjithë popullata shqiptare kërkonte liri, si dhe fundi i durimit e kishte bërë të veten, lëvizjet e tona bënin përpjekje që të mobilizonin sa më shumë njerëz rreth ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Si dhe ishte vendim që jo të gjithë guxonin ta përkrahnin. Prandaj, ky vendim me përgjegjësi kushtonte jo vetëm me jetën e personit, por edhe të familjes. Neve si një organizim mirë, si njësi e organizuar mirë, na duhej ta kishim pikërisht këtu në këtë vend një përkrahës, për shkaqe strategjike lidhte brezin kufitar, si trekëndësh me vendbanimet e Preshevës, Kumanovës e Gjilanit, me një person që do të bashkëpunonim me detyrat që na ishin besuar për ta furnizuar me armë Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës, e që ishte njëri ndër kanalet që kalonte nga Maja Zez e vazhdonte deri në zonat e luftimeve në Dhap e Karadah. Me përfundimin e luftës së Kosovës, me Sevdailin tani më ishte ndryshe. Nga plani i hartuar si më parë, ndryshonte strategjia e veprimit. Por e kishim pak më lehtë, sepse e njihnim shumë mirë njëri tjetrin. E kishim krijuar një afërsi nga suksesi që kishim kalu ditët më të vështira të luftës dhe ideali për çka ishim vetu në luftë. Për ta vazhduar atë që kërkohej edhe në vise tjera të paqliruara, atëherë ishte vendim që të hartohej edhe një plan, se si duhej të vazhdohej më tutje.
Në këto plane, Sevdail Idrizi, komandant Guri, jo vetëm që mori pjesë, por dha edhe një kontribut edhe më të madh nga ai i luftës Kosovës. Mori detyrat si përgjegjës kryesor i pikës numër 2, që e kishim emëruar në kodin e luftës së UÇB-s të zonës operative të Preshevës, që do të thoshte se ishim orientuar në 2 drejtime për të hyrë në luftë. Njëri ishte hyrja përmes brezit kufitar të fshatrave të Slubicës, Pogragjës, Llovcës deri në Maxhere, si plan A. Dhe B ishte pika 2, ku bënin pjesë Gryka Karadakut, Zhegër, Kurexhaj, Shurdhan, Dunav, për të kalu përmes majës së Strovicës. Në këtë përgjegjësi që ishte emëruar Sevdail Idrizi, komandant Guri, arriti që të krijoj kushte të mira në mirëmbajtjen si dhe strehimin e armatimit, si dhe krijoj një organizim shtesë, duke mobilizue edhe njerëz të ri në luftën e UÇB-s. Arritëm përmes tij ta inkuadrojmë në radhët tona edhe Shaban Uksinin, që njëkohësisht edhe aty krijuam bazën tjetër për një kohë të shkurtër, që u mundsua dhe më afër të ofrohej armatimin e zonat e luftës. Me përfundimin e luftës së UÇB-s, Sevdaili me vendim të shtabit të zonës operative të Preshevës, i lejohet me bashkëluftëtar të koordinoj luftën në ushtrinë çlirimtare kombëtare. Të vazhdoj deri në përfundimin e saj. Ku edhe aty mori meritat e lavdis me një shembull të rrallë. Të nderuar të pranishëm, sot po e ngrisim këtë përmendore, që njëherit është merit e juaja dhe të gjithë atyre që na u bashkuan rreth këtij projekti. Ta dini që sot së bashku këm një nder të gjithë atyre që i njohëm dhe atyre që s'na u dha rasti t'i njohim. Por qëndrojmë krenar se ky vend në të gjitha kohrat pati gra e burra që t'i shërbejnë kombit e Abdheut. Prandaj, përmes kësaj vlere historike, e vulosëm të kaluarën, nderuam familjet e tyre, zbukuruam sheshin e i dham jetë rinis. Lavdi Sevdail Idrizit, komandant Guri, si të rënëve për liri. Faleminderit. Faleminderit, komandant. Si nxënës i shkollës fillore mbushte çantën e librave me pamfleta e trakte. Si gjimnazist, mbushte qytetet me parollat e kohës Kosova, Republik, Rofta, Demdemaçi, liri të burgosurve politike e tjerë. Ndërsa si student u bë bombahedhës në zonën operative numër D, me çka u dënua me 14 vite burg, të cilin do ta vuante në burgun famkeq të Idrizovës. Pushkën amanet e lexoi nga Hidayet Hiseni, ndërsa e mësoi dhe mbushi me barot nga baba i vet, dëshmori i Adheut Beqir Limani, të cilin e kishte edhe shok ideali. Kastrioti ishte roja e delegateve të mbledhjes konsultative të Kollarës, e cila solli rezolutën e marrjes përsipër të gjitha aksioneve të armatosurve dhe të mbledhjen e 4 të përgjithshme, lindën 3 shkronjat e arta të ushtrisë çlirimtare kombëtare UÇK-s, të cilët Kastrioti dhe mbar familja e tij i falen edhe gjakun. Kastrioti i atëhershëm, Fatmir Limani i sotëm, i cili është në çdo vend prehje dëshmori për të ruajtur dhe realizuar amanetin e tij. Ftojmë atë që të marrë fjalën në këtë ngjarje të lavdishme për këtë anë dhe mbar popullin shqiptar. I nderuarin. Shumë e nderuara familje e luftarit të lirisë, Sevdail Idrizi.
të respektuara familje të dëshmorëve të atë dheut, anë mban atë dheut tonë. Shumë i nderuari Gjem Baruti me shok, i nderuari Ahmet, përfaqësues të shoqatës veteranëve të luftës, të quajtur OVL këtu. Veteran të plagosur të lirisë dhe ju, ushtar dhe emblem e 3 ushtrive çlirimtare të popullit tonë. Sot jemi këtu që të përulemi para veprës së luftarit të lirisë, Sevdail Idrizi. Njëkohësisht, sot përkujtojmë të gjithë të përjetësuarit të rënë në vende dhe periudha të ndryshme historike, emrat e të cilëve janë të skalitura tani më tek guri që do të quhet guri i komandantit ton të njohur. Njerëzit sot lodhen me gjitha këto kushte që kanë për të ardhur e për të marrë pjesë në ngjarje të këtilla shënimesh përvjetore përkujtimore, ku priten me shumë respekt e nder, priten me sofra të shtruara. Ndërkohë që guri nuk lodhej dhe atë nuk e pritnin sofra të shtruara, por e pritnin rafale automatikësh në Preshев, Kumanov e këtu. Betimi dhe përkushtimi i tij bënin që vdekjen ta përllogaritte si me le. Ne këtu dëgjojmë një vaj fëmije që kur filloi ky tubim përkujtimor. Është mirë ta ndëgjojnë slavët se kush do t'jetë dalzotasi i kësaj ane. Dhe ne njëkohësisht me këtë vaj duhet ndjejmë edhe gëzimin, edhe krenarin, edhe lumturin ton të përjeshme, nga se ky vend do të mbrohet nga kjo gjenerat e re me cilën krenohem edhe unë sot. Të nderuar të pranishëm në këtë tubim përkujtimor, këto djem të burruar përpara kohe i falën atë dheut gjithçka që kishin. I falën edhe më të shtrejtën në periudhat kur mvaret qenësia i kombit tonë. Dhe ne sot e gjithnjë të falim nga një ditë për ata që falin një jetë. Sevdail i bëri që radhët e UÇK-s të ndjehen më të sigurta, më të forta, me armë dhe municion më shumë. Ai siguroi bukën dhe veshmbathjen atëherë kur veti mungonin atij. Ai unë të siguroi ujin bashkëluftarëve të tij kur vetë rrinte i etur. Të zej lufta në pragun e shtëpisë detyrueshëm është një anë e medaljes. Dhe të organizojsh atë është krejtësisht tjetër. Sevdaili bën tek pjesë, tek trimat, tek burrat, tek atletarët, të cilët krijuan atë dhe krijuan emblemin e pavdekshëm të 3 ushtrive çlirimtare të kohës më të re të popullit tonë. Duke qenë thellë i bindur se detyrimi ndaj atë dheut nuk përfundon kurrë. Sevdaili bëri të pamundurën të mundur. Dhe luftoi, siç thash më herët, në të 3 vendet, në 3 ushtrit, bashk me shokë të cilët i takojnë betimit të madh. Ishim, jemi dhe do të mbetemi në shërbim të amanetit dhe të betimit të madh për çlirim dhe bashkim kombëtar. I përjetshëm kujtimi për jetën dhe veprën e Sevdail Idrizit. Lavdi të gjithë dëshmorëve të atë dheut dhe do ta përfundoj me një varg të fundit.
Gryka e Karadakut, që shkroi historinë me Idris Seferin, Gjel Gurin, Agim Ramadanin, Shaban Esami Ukshinin, Sevdail Idrizin të ketë lavdi. Faleminderit shumë. Të pranishëm. Jeni një plejat e gjeneratave të ndryshme, të cilët se cili në vete ka se shka të flet edhe për Sevdailin, edhe për gjithë ata që nuk janë më në mesin tonë. Dhe sigurisht që të gjithë ju, se cili në vete, më i mirë se shoku, mund të del dhe të përshëndet. Mirë po, në pamundësi që të bëjmë të gjithë ata, ne zgjodhëm që në emrin e të gjithë veprimtareve, në emrin të të gjithë luftëtareve, në emër të ish të burgosurve politik, të ftojmë në skenë për të ju përshëndetur ju, veprimtarin e njohur Sami Kurteshi. Të nderuar pjesëmarrës, të dashur fëmijë, shumë të nderuar përfaqësues të institucioneve, të nderuara familje e komandant Gurit, të nderuar dhe të dashur bashkëluftar të komandant Gurit. Ajo që ishte për të thënë u tha. Mendoj se ka edhe shumë gjëra që mund të thuhen, dhe janë shumë më të rëndësishme se sa këto që mund të them unë. Një fakt dua ta theksoj, se të rralla janë rastet kur mund të flitet për një njeri që ka qenë pjesë e 3 luftrave. Edhe dikush pyet, a është ai njeri veçantë apo cila është arsye? Secili nga ne jemi të veçantë. Po Sevdaili ose komandant Guri është pjesë e një hapësire që ka qenë dhe vazhdon të jetë nyje e lidhjes jo të tokave, sepse është një tokë shqiptare, po të një hapësire që është ndarë në mënyrë artificiale me kufi artificial administrativ në 3 shtete. Busti i komandant Gurit në hijen e flamurit nuk është vetëm nderim, nuk është vetëm përkujtim, por është edhe porosi. Se ajo për cilën ka luftuar komandant Guri, gjithë bashkëluftarët, ajo për cilën sot janë mbledhur njerëz, ende nuk ka përfunduar. Dhe përfundimi i krejt kësaj lufte që nuk ka filluar me komandant Gurin dhe nuk po përfundon me komandant Gurin, vazhdon. Ne jemi gjithë, kurse ju të dashur fëmijë sigurisht do ta mbani kujtimin e kësaj porosie për sa të jetë jeta. Faleminderit shumë, përshëndetje gjithë. Të inicosh dhe të përfundosh një përkujtim është vepër që kërkon mund. Dhe atë e bëjnë vetëm njerëzit e vullnetit të mirë, të cilët dëshmojnë se janë në rrugtimin e gjithë atyre që ranë për të mos vdekur kur. I tillë është edhe ky këshill organizativ, të cilët morën vullnetarisht këtë iniciativë për ngriqjen e përmendoreve të atyre që do i mbajmë gjallë dhe që nuk vdesin kur. Dhe ata janë Sinan Alia, Ramiz Zendeli, Avni Behluli, Rapsodët Gjenev, Gjelil Zeqiri, familja Zeqir Ramushi, Sokol Ramushi, Muhamet Idrizi, Gjelal Musa, Nazim Elezi, Mustaf Shaqiri, Bebi Ibrahimi, Enver Idrizi, Feat Zeqiri, Nazmi Hamdiu, Naser Limani, Elmi Shaqiri, Fazli Abdullahu, Hamid Aliu,
të cilët Këshilli Organizativ do t'ju shpërndan mirënjohje në vendin e caktuar, ndërsa unë në emrin tuaj i falenderoj për kontributin e madh që kanë bërë. Para se të kalojmë në pjesën e programit artistik, unë kam nderin që të ftoj edhe një herë në skenë përfaqësuesin e familjes Sevdail Idrizit, të na thot edhe di fjalë tjera, dhe ai është Remzi Idrizi. Dola kështu t'ju përshëndes nga zemra për pjesëmarrjen e juaj të gjithë ju të pranishëm. Veçanti bashkëluftëtarët e Sevdailit, të cilët edhe pse ka kalu një kohë gjatë nuk po e harrojnë atë. Njëherët ju falenderoj të gjithë pjesëmarrësve prej atij fëmiu pak më që çante e deri maj madhe që është këto. Për mua sot jeni të gjithë të shenjtë, sepse me prezencën e juaj vërtet na i keni bërë madhështor këtë bim, vërtet na keni nderuar neve, na keni nderuar edhe veprën e Sevdail Idrizit, i cili la një amanet të madh që rruga drejt lirisë të vazhdojë edhe më tej. Ju falenderoj nga zemra një herë. Tani unë kërkoj falje për përfaqësuesin e komunës, sapo më njoftuan që 2-3 fjalë ka t'i thot dhe don që t'na përshëndet, me të cilën është nder edhe jini. Ftoj Recep Sadria, nënkryetar i komunës Gjilani. E nderuar dhe shumë e respektuar familja e Sevdail Idrizit. E nderuar ju bashkëftar të Sevdailit, ju qytetar të Birkës së Karadakut. Unë ndihem i vogël sot të flas para veprës dhe veprimtarisë së Sevdail Idrizit. Po tham të gjitha ato çka duhet të tham, por nuk përfunduan. Nuk do të përfundojnë kurrë. Sa t'jetë gjallë ky popull shqiptar, të bëj dritë figura dhe busti i Sevdail Idrizit pranë magjistrales Gjilan Kumanor. Ne, institucionet komunale dhe institucionet qendrore, këtu kemi deputetët, kemi zanes ministra, duhet të bëjmë përpjekje maksimale që t'jemi afër familjeve dëshmorëve, invalidëve dhe veteranëve. Ne gjithmonë zënësit e ardhmja e Kosovës do të përkulen para këtij busti. Ne me nderime do të përkulemi edhe institucionet komunale. Lavdi Sevdail Idrizit, lavdi dëshmorëve të komunale. Falenderojmë, besoj tash do t'ja shqiptoj mirë, pasi vit nga Maqedonia, do t'ja shqiptoj mirë mbi emrin, kërkoj ngjes nënkryetar. Falenderojmë Recep Kadriun. Heronjët, dëshmorët, dëshmojmë edhe sot se nuk vdesin pase ngrisim përmendore dhe lapidare për ta. Por ama ne e shkruajmë edhe poezi, edhe këngë. Në vazhdim paraqes programin artistik, duke filluar nga recitimi kushtuar Sevdail Idrizit, do reciton vajza e Sevdail Idrizit, Xhevrie Idrizi. Par babit, nga t'ja filloj, ku çdo fillim e mbart me vete një dhimbje të pashërueshme.
Ku e vetmja dozë të ma largoj sa do pak këtë dhimbje, është krenaria që e kam, që jam vajzë e jotja. Krenaria që më shoqëron me përkujtimet e veprave ndaj biografisë tënde. Nuk mund të kem sot dhe asnjëherë një fillim tregimi të lumtur ndaj teje, nga se unë nuk të njoha, nuk të pash, nuk e ndjeva aromën tënde. Oh, babi em, ti nuk ishe atë, kur për herë të parë, e thash emrin bab. Ti o babi em, nuk ishe atë, nga se kohë më parë ti na kishe braktisur. Në braktise u largove nga kjo botë. E la mamin me lot në sy. E la në mes të udhëtimit të jetës me 2 voglushe. Ku unë isha vetëm 3 javë që erdha në këtë botë, kurse motra Marigona vetëm 4 vite që e nuhati aromën tënde. Ah, more babi em, po a ka moment më të vështirë se ai qast ku mbetëm jetime pa baba, e ku nëna mbeti nuse vetëm 25 vite. Ti o babi em i quajtur Sevdaeli Drizi, pavarësisht atij momenti të vështirë që e përjetuam e po e jetoj mende, ti na braktisën si një qenie njerëzore, por me trup e shpirt të hekur. Kur them të hekur, më besoni, nuk e them nga se po e sajojon, por e thot vetë veprimtaria jote. Kur në 3 lufta radhazi ti isha aty prezent. Ti e kundërshtove çdo armik të vendit tonë. Ti nuk u lodhe. Ti kishe vetëm një pretendim. Kosovë, Preshev, Shkop, Tetov e Kumanov të jenë të lira. Ti thjesht luftove o babi em. Ty për këtë arsye të quajtën komandant Guri. Komandant Guri, nga se ti ishe i Gurit. Nga se asnjëherë nuk u dorëzove. 3 lufta luftove, asnjëherë nuk u mposhte. Vetëm e vetëm trojet tona të frymojnë lërshëm, e të marrë unë frymë në gjuhën shqipe, në tokën time të parëve të mi. E sot unë frymoj e lirë. Sot bab edhe motra e madhe po i ndjek këndrat e saj e lirë si flutur. Edhe nëna në arritim me mundime e sakrifica, për të paktën pa frikën e armikut sërb. Dje, sot e nesër, që nga vdekja jote baba, edhe Zot që të këndojnë të lumtur në shtetin tënd që ti luftove. Babi, ty nuk të kemi, edhe pse asnjë dorë mallkuar nuk të mori ty. Ti vdiqe e shkove nga mundi dhe sakrificat e tua për atë drejt. Të dishti Zoti atje si një njeri me zemër të Gurit. Andaj babi em, pushoj qet atje ku je, se sot me 1 maj 2017 gjithkund po flasim shqip. Sot me këtë datë jemi mbledhur dhe të gjithë mburremi me emrin tënd, me veprat e tua, kontributin heroik që brezat e ardhshëm do të arsimohen dhe edukohen në frymën kombëtare. Emri yt kujtohet për së mbari, sot për ty shëndrite dhe lapidari. Me shumë mall familja jote Idrizi, me shumë mall vajza jote Xhevria Idrizi. Faleminderit. Si zakonisht, emocionet kaplojnë në fillim, por sot ishte e kundërta. Me siguri pajtoheni me mua që emocionet i morëm në fund. Andaj të keni jetë të gjatë, familje nderuar, ta kujtojmë gjithë së bashku Sevdaelin për jetë e mot gjenerat pas gjeneratë. Tani do kalojmë në këngë nga Arben Idrizi, kushtuar luftëtarit Sevdael Idrizi. Ftojmë në skenë.
Për një burr një trim si zonë, për të rriti nëna. Vjen mikun, por shirfeja, vite parnën, për beteja, për një këtrim, që pa të fisi, pa të betar, se vëda i lidrizi. Vjen mikun, por shirfeja, radhët e para i ureshtuen, që kës një terimi ushtuen, për anë ishte betuen, derin vekje me luftuen. Luftetari, armatosur, ushtarakaj, i përsusur me përvoj strategjike, trim bujar me zemër fisnike. Luftetari, armatosur, ushtarakaj, i përsusur. Gure lisa i kodë pikëllimin, por nuk qahet me lodëtrimin. Për ty dhuren vazhetrin rijem, për ty knohen konget lavdijes. Je i gjallë, nuk e dek, zemrat tona, je për jet, vepra jote kur sarohet, brez pas brezi do t'kujtohet.
Faleminderit të uta bushe energji që të përcjellim amanetin që thanë komandantët para prak se lufta nuk ka ndalur, lufta dhe vazhdon. Në cilën formë ne nuk e zgjedhim, e zgjedhin tjerë. Për fund kemi vallën nga shoqëria kulturore artistike Bajram Curi, me që rast ne edhe përfundojmë programin e sotëm kushtuar luftëtarit të 3 luftrave Sevdail Idrizit,